Banorët e disa fshatrave të njësisë administrative Sush në Bashkinë e Klosit kanë vijuar rezistencën e tyre për të mos lejuar ndërtimin në një hidrocentrale në përrojën e Lusës. 10 banorë u mblodhën në qendër të fshatit Kurdari, duke mos lejuar mjetet e kompanisë Doma të zbresin në kantirin e ndërtimit. Në mbështetje të kompanisë ishin edhe forcat e komisariatit të policisë SMAT dhe forcat shqiponja, ndërsa banorët u bën barikad duke mos lejuar asnjë nga mjetet që të zbres në përrojën e Lusës. Policia shoqëroi disa persona, ndërsa banorët e zhvendosën protestën para komisariatit të policisë SMAT. Bërëm shaf poplin, çunat e ri, ti rraf e ti tullu krye, e ti shumë për çukata. Të vi dhe ministrit, çunat me këtë popull shkret, më të lojnë varë, haset e hanese. Ma në fund të inshallah nuk në aksident, inshallah i modit të të gëgja. Se në imi të betuar mi, imi të betuar, pra na i bëj thirrje shtetit, ju lutemi shumë, hish një dërë për këtene butalishi që përbanë. Firma Doma vazhdo me kongullje për ndërtimin e hecit, në mënyrë pa drejt, populli e kundërshto. Jemi morë me forcë nga policia dhe na kanë shoqëruar në komisariat, kemi rreth 10 çuna mrena. Nuk dihet se do shkojnë gjanat, sipas parashikimeve tona do të kalojmë në Llavrasi. Nuk ka rrugë tjetër. Vazhdojmë protestat edhe nuk do ta lëshojmë deri çunat na kanë morë me forcë. Kanë pru dhe shqiponjat nga Peshkopia dhe na kanë morë çunat me forcë i kanë futur mrena. Kanë përdor dhunë, çunat i kanë morë me forcë, i kanë pru në komisariat. Mos na bëjnë ekstrem se ujin e kena për vete, nuk e kena për ato. Ju lutem, policisë shtetit të na mbështesin dhe të largohen prej nesh. Policia shtetë rrugë një hajdut. Një hajdut. Edi Rama vend puna ta njërës që punojnë për ta. Para se pilote e me hëgja në ka qënë budalla që i bën një rezervar në Kurdarisë për të bërë ujtë e lusës dimrit me e fundë në rezervar. Nga ora 7 e mjesit dhe në tani që jemi mas dëmës, kemi harë bukëqish më ramë. Të litë mas dëmës. Nuk e lejojmë me ramë lusë po, pikë. Lusa e jona. Dalim para, ti mathi i vogël, bijë se sakët e Edi Rama në bëjë që të dojmë gjitha. Prej shumë muajsh banorët e Kurdarisë zhvillojnë protesta dhe nuk lejojnë mjetet e kompanisë të punojnë për të nisur ndërtimin e hidrocentralit në përrojën e Lusës. Ata kanë deklaruar se futja e ujit në tubacione do të shkatëronte gjithë fshatrat e njësisë administrative Sush, pasi nuk do të kenë më ujë vaditës. Banorët e kanë kundërshtuar projektin edhe në gjykatë, ku aktualisht po shqyrtohet në gjykatën administrative. Megjithë rezistencën e banorëve, kompania Doma ka tentuar të fillojë punën.